të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën. Aktoria Egla Ceno është shpallur fajtore për shpifje ndaj gazetarit Sajmir Kodra. Vendimi është dhënë këtë të martë nga gjykata e Tiranës, e cila e ka dënuar Cenon me një gjop prej 1 milion lekësh të vjetra. Gjatë një deklarate televizive, aktoria deklaroi se ishte ngacmuar seksualisht nga gazetari Sajmir Kodra kur kishte shkuar për punë. Rasti bëri bujë të madhe dhe gazetari njoftoi se do i drejtohej gjykatës. Rasti përfundoi para togave të zeza dhe Egla Ceno është pyetur sërish për deklaratën e saj publike në dëm të Sajmir Kodrës, ku raportohet se ka dhënë disa versione kontradiktore, çka ka bërë që gjykata e Tiranës t'i gjejë ato të pabaza dhe ta shpallë aktoren fajtore. Fillimisht ajo deklaroi se kishte frikë të paraqitej në gjykatë. Më pas në një tjetër deklarim, tha se nuk e kishte përmendur Sajmir Kodrën, duke u justifikuar se kishte thënë vetëm mbiemrin Kodra, pa përmendur emër. Në një seancë të mëvonshme ajo ndryshoi sërish qëndrim, duke pohuar se deklaratat e saj nuk kishin të bënin me Sajmir Kodrën personalisht, por me një kauzë simbolike për gratë abuzuara seksualisht. Është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën.